Buxhetin që është parashikuar për të qenë dedikuar tek arsimi, ku nga rreth 44 miliard lekë që ka qenë në 2013, sot flasim për një vlerë, pra 2026, për një vlerë që do të jetë rreth 90 miliard lekë, me fokus do të vazhdoj pra mbështetja për nxënësit për të pajisur me tekste falas nga klasa e parë në klasën e 9, ku preken dhe mbështeten 220.000 nxënës. Janë 15.000 nxënës të tjerë të cilët do të përfitojnë tekstet shkollore falas që janë pjesë e kategorisë pra të shtresave në nevojë. Në arsimin e mesëm dhe të lartë do të ketë gjithashtu bonus financiar, por edhe trajtim ushqimor për rreth 4.000 nxënës, të cilët janë me nevoja speciale, si dhe do të ketë gjithashtu shërbim transporti falas për 35.000 nxënës dhe 13.500 mësues.